Mirëmëngjesi shikues të nderuar, jeni me edicion në lajmeve të orës 8 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Gjykata themelore në Prishtinë u ka caktuar nga 30 ditë para burgim dy zyrtarëve të Ministrisë së Industrisë, Hafiz Gara dhe Irfan Lipovica, si dhe afaristit Ridvan Muharremi, që dyshohet se kanë keq përdorur rezervat shtetërore. Seanca e gjatë dëgjimore është mbajtur në gjykatën e Prishtinës të shtunën ndaj 3 të dyshuarve për keqpërdorim me rezerva shtetërore. Gjykata themelore në Prishtinë ka sqaruar se dy zyrtarë të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë dyshohen se kanë kryer veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, derisa biznesmeni Ridvan Muharremi dyshohet se ka kryer veprën dhënie e ndihmës në kryerjen e veprës penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar. Ministri i Financave Hekuran Murati ka thënë se Prokuroria Speciale nuk e ka mision luftimin e krimit, por mbrojtjen e kastës së vjetër kriminale. Sipas tij, sistemi i kapur i drejtësisë po i lufton ministrat e qeverisë Kurti. Në reagimin e tij, Murati ka thënë se prokuroria nuk është marrë me shkeljet që sipas tij ishin bërë nga ish-ministri i Industrisë dhe Tregtisë Vesel Krasniqi. Ministri Murati ka theksuar se qeveria aktuale pati dorëzuar kallëzim penal ndaj rastit të 2 vjet më parë në Prokurorinë Speciale e prokuroria nuk ka bërë asgjë. Jashtë ka qenë reagimi i Këshillit Prokurorial të Kosovës ndaj, siç thuhet, deklaratave me përmbajtje tendencioze të pavërteta e linçuese ndaj institucionit të prokurorisë dhe prokurorëve të saj, të bëra nga kryeministri dhe ministrat e kabinetit qeveritar mbi bazën e paragjykimeve dhe hamendësimeve, duke tentuar të godasë sistemin prokurorial në çdo mënyrë dhe në çdo rast. Mëtej në reagim thuhet se KPK u ka bërë thirrje që të përmban nga deklaratat e vazhdueshme shantazhuese dhe rrjedhimisht nënçmuese ndaj sistemit prokurorial të Kosovës në përgjithësi dhe ndaj punës së prokurorëve në veçanti. Reagim ka pasur edhe nga shoqata e prokurorëve të Kosovës. Rrugët në Serbi janë mbushur me grafite nacionaliste me mesazhet për kthimin e ushtrisë në Kosovë. Aktivistët në Beograd këto mesazhe i quajnë të dëmshme për Serbinë dhe kritikojnë mos reagimin e shtetit ndaj këtyre veprimeve. Edhe pse grafite me mesazhe kërcënuese kur ushtria të kthehet në Kosovë nuk janë të firmosura, besohet se pas tyre qëndrojnë grupe të djathta. Sipas aktivistëve në mesazhe të tilla nuk ka as patriotizëm e as traditë, sepse flitet për angazhimin e ushtrisë kundër një kombi. Dhe për këto mesazhe shihen si politike me synim të mashtrojnë opinionin. Organizatat jo qeveritare po përpiqen të pastrojnë këto grafite, por nga autorët marrin mesazhe se nëse fshihet një grafit, ata do t'i bëjnë 100 të njëjta. Kryeministri Albin Kurti do të marrë pjesë të hënën në një darkë formale diskutimi mbi zgjerimin dhe të ardhmen evropiane të Ballkanit Perëndimor, që do të organizohet nga kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis. Lajmi u bë i ditur nga mediat greke. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel janë përgjigjur pozitivisht ftesës së Mitsotakis, ndërsa nga liderët e rajonit do të marrin pjesë edhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut dhe presidenti i Malit të Zi. Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka përditësuar të dhënat me gjendje në pikat kufitare. Aktualisht pritje ka në Merdar 60 minuta dhe të Ujbar 40 minuta. Në Mutivod pritjet po zgjasin deri në 10 minuta, ndërsa në pikat e tjera kufitare fluksi nuk është aq i madh. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve, bashkë takohemi në edicionin orës 9. Faleminderit për vëmendje, mirupafshim.